Propozimi për 5 kandidatët që konkurrojnë për pozitën e shefit të prokurorisë publike ende po udhton nga qeveria në Këshillin e Prokurorëve. Sapo të arrin tek ata, kryetari i Këshillit të Prokurorëve Bashkim Besimi tha se do të japin mendimin e tyre në afat prej 15 ditësh, ndërsa tani theksoi se nuk mund të japin qëndrim të përgjithshëm për kandidatët. Deri në këtë moment, propozimi me kandidatët e paraqitur në thirrjen publike ende nuk ka arritur tek Këshilli i Prokurorëve. Kur të arrijë, ne në afat prej 15 ditësh do të japim një përgjigje në lidhje me kandidatët. I pyetur nëse pret që parlamenti ta dëgjojë Këshillin e Prokurorëve publik, Besimi sqaroi se në përputhje me ligjin për prokurorinë publike ata ja dërgojnë qeverisë mendimin e tyre në lidhje me kandidatët dhe më pas, pasi ajo të përcaktojë një kandidat, ja paraqet propozimin parlamentit për përzgjedhje. Qeveria në përputhje me ligjin do të ofrojë një kandidat, ne mund të ofrojmë 2 ose 3 ose 1, por qeveria është ajo që ja bën propozimin kuvendit. Nëse ne në praktik japim një mendim pozitiv për 3 kandidatët, qeveria do t'i propozojë një kandidat kuvendit. Kjo nëse japim një mendim pozitiv. Nëse japim një mendim negativ, atëherë kuptohet që qeveria nuk mund t'i propozojë një kandidat kuvendit. Të martën qeveria njoftoi se në seancë është arritur konkluzion sa i përket kandidatëve dhe se i njëjti do t'i dorëzohet Këshillit të Prokurorëve. Edhe pse emrat e 5 kandidatëve që garojnë për pozitën e shefit të prokurorisë publike janë përfolur jo zyrtarisht nëpër media, as kuvendi dhe as qeveria nuk i ka publikuar emrat e tyre. Njëri nga 5 kandidatët duhet ta pasojë pozitën e Lup Çokocevskit, i cili në dhjetor të vitit që shkoi dha tërheqje të parevokueshme, pak para se të niste seanca e kuvendit në të cilën do të diskutohej shkarkimi i tij. Deri në përzgjedhjen e tij, funksionin e ushtruesit të detyrës e ushtron prokurorja Anita Topolova Isajlova, por sipas ligjit, ajo këtë pozitë nuk mund të ushtrojë më shumë se 6 muaj.